إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. Jemi në vazhdën e risaleve, pra letrave dhe broshurave të shkurtra, por tepër të dobishme në çështjet e akidës të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, Allahu mëshiroft, me komentin e sheikhut të nderuar, tashmë muftiu të Mbretërisë Arabisë Saudite, Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan, Allahu ruajt. Sot do të fillojmë broshurën dhe risalen me temë Sharhu kelimatit tauhid, shpjegimi i fjalës së tauhidit. Allah na bëj përpasuesve të tij. U pyet Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, për domethënien, pra kuptimin, përmbajtjen e fjalës la ilaha illallah, dhe ai u përgjigj duke thënë, fa ajabahu qailan. Ka thënë, dije të mëshiroft Allahu se kjo fjalë është ndarja ose ndarse mes kufrit dhe islamit. Thot Sheikh Fauzani, Allahu ruajt, në komentin e këtyre fjalëve, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu sallam, wa barak ala nabiyina al-amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A më pas, fjala la ilaha illallah është një fjalë madhështore, e lehtë për gjuhën dhe e rëndë në peshore, sepse në të vërtet ajo është përmbajtja e islamit. Mirë po kjo fjalë nuk është thjesht një shprehje, pra që shqiptohet me gjuhë, por ajo ka kuptim, ka domethënie, ka përmbajtje, ka shtylla dhe ka kushte që domosdoshmërisht duhet të njihen dhe të mësohen nga muslimanët. Sikur qëllimi ishte vetëm shqiptimi i saj, atëherë çdo kush që e thot këtë fjalë do të bëjë musliman, sepse është e lehtë të thuash la ilaha illallah dhe të bëhesh musliman edhe nëse nuk vepron asgjë. Kjo thot është një fjalë madhështore, por ka kuptim, ka përmbajtje, pra kërkesa, ka shtylla dhe ka kushte që duhet të përmbushen e të realizohen. Dhe për këtë ajo nuk të bën dobi vetëse me ekzistimin e tyre, pra dhe me realizimin e këtyre që përmendëm. Kjo fjalë ka disa emra. Ndërto quhet fjala e sinqeritetit, kelimatul ikhlas, sepse ajo mohon shirkun, ortaksin në adhurimin Allahut dhe pohon në adhurimin vetëm për Allahun e lartësuar. Prandaj u quajt kelimatul ikhlas, fjala e sinqeritetit, do më thënë sinqeriteti i tauhidit, sinqeriteti i adhurimit dhe largimit nga shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ajo quhet gjithashtu kelimatut taqwa, fjala e devotshmërisë, për kushtimit për Allahun subhanahu wa taala. Sikur se thot Allahu i lartësuar, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Pra thot Allahu i lartësuar në këtë ajet, përkujto o Muhammed, kur ata që besuan ndezën, kur ata që nuk besuan ndezën në zemrat e tyre euforin, kryelartësinë e xehilijetit. E atëherë Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin e tij dhe mbi besimtarët, pra sahabët që qenë me të, dhe i përforcoi ata me fjalën e devotshmërisë. U bëri të pandashme atë, dhe ata ishin më të merituarit për të dhe pasuesit e saj, dhe Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Pra fjala e devotshmërisë është la ilaha illallah, sepse ajo e mbron robin nga zjarri, pra atë që e thot atë me sinqeritet për Allahun, dhe sepse ajo kërkon vepra të mirësisë, sepse devotshmëria janë të gjitha veprat e mirësisë, të adhurimit dhe të bindjes. Pra takwa është përmbushja e urdhresave të Allahut, të gjitha urdhresave dhe ruajtja nga ndalesat e tij. Pra kjo fjalë obligon të gjitha veprat e mirësisë dhe të bindjes
Prandaj ajo është fjala e devotshmërisë. Gjithashtu ajo është al-urwatul wuthqa, lidhja më e fortë, më e pakputhshme, më e pathyeshme, si thot Allah i lartësuar në vijim të ajetit Kursi, thot: "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Thot i lartësuar ndaj kush e mohon taghutin, gjithçka që adhurohet përpas Allahut, është i kënaqur me këtë adhurim dhe beson në Allahun, ai është kapur me lidhjen më të fortë që nuk këputet kurrë dhe Allahu është gjithdëgjuesi i gjithdijshmi. Të mohosh taghutin dhe të besosh Allahun. Ky është kuptimi i la ilaha illallah. Pra mohimi taghutit, ky është kuptimi i fjalës la ilaha. Dhe besimi në Allah është përmbajtja e fjalës illallah. Dhe për këtë arsye ajo quhet lidhja më e fortë e pathyeshme. Gjithashtu ajo është, siç ka thënë Sheikhu Allahu mëshiroft, ndarse mes kufrit dhe islamit. Kush e thot atë duke ditur kuptimin e saj dhe duke vepruar sipas përmbajtjes dhe kërkesave të saj bëhet musliman. Pra, vetëm shqiptimi me gjuhë nuk të bën dobi. Kujdes, sepse e than hipokritët në kohën e pejgamberit selam, ashtu që të ruheshin nga shpatat e muslimanëve dhe për përfituar nga plashka e luftës dhe nga mirësitë që Allahu jepte atyre, por se ajo nuk u bëri dobi atyre siç e dim. Ndërsa ai që refuzon ta thot, ose e thot por nuk e di kuptimin e saj, ose e thot por nuk vepron sipas kërkesave të saj, nuk është musliman derisa ta njohë kuptimin e saj dhe të veprojë sipas kërkesave të saj. Haptazi, pra veprat e dukshme të gjymtyrve, dhe fshehtazi, veprat e zemrës. Këto, barakallahu fikum, janë emrat të fjalës la ilaha illallah. Pra fjala e sinqeritetit, fjala e devotshmërisë, lidhja më e fortë, fjala ndarse mes kufrit dhe islamit. Sepse shumë njerëz nuk i kushtojnë rëndësi kërkesave dhe përmbajtjes së kësaj fjale. Pra janë të cekët, mjaftohen me ato që e shqipton këtë fjalë, megjithëse e shqiptojnë atë shpesh. Dhe Shqipu do na flasi për grupet dhe tarikatet sufiste. Kurse ne në Shqipëri, në realitetin tonë, kemi njerëz që e thon fjalën la ilaha illallah, por se ai mohon disa nga shtyllat e imanit. Ai mohon ditën e llogarisë, ai mohon xhenetin dhe zjarrin. Pra ky nuk e ka mësuar dhe se ka kuptuar fjalën la ilaha illallah. Thot kush është kthyer nga vdekja, kush është kthyer pra nga jeta e varrezave, ose kur vdes robi, thot ka marr fund çdo gjë. Pra i bën këtë dobi fjala la ilaha illallah? Nuk i bën dobi. Pra e lidha pak me realitetin tonë të Shqipërisë. Atë shpesh, pra e thon këtë fjalë dhe e përmendin Allahun me të, si sufit, thot Shehu, të cilët kanë dhikre të mëngjesit dhe të mbrëmjes, në të cilat la ilaha illallah përsëritet mira dhe mira herë. Por se ata i lutën dikujt tjetër përveç Allahut, prandaj ajo nuk u sjell atyre asnjë dobi, sepse ata nuk veprojnë sipas përmbajtjes të kërkesave të saj. Ata e thon atë, e lexojnë dhe përmendin në dhikret e tyre dhe e përsërisin atë. Por se ata i lutën të vdekurve, kërkojnë ndihmë nga ata që janë në varre dhe u binden shejkhave të tarikateve, të cilët u shpikin dhe u sajojnë atyre adhurime që Allahu dhe i dërguari i tij nuk i kanë ligjëruar. Ata nuk e marrin shariatin, pra legjislacionin nga i dërguari Allah sallallahu alajhi wasallam, por e marrin nga shejkhat e tyre, siç e përmendëm në mësimet ke 6 parimet. Ai sa ka prej tyre, shejkhat e sufistave, ata huletët ekstremistat, çfarë thon? Thon hadathani qalbi an rabbi. Më ka transmetuar ose më rrëfen zemra ime nga Zoti im. Pra ky nuk ka më zinxhir transmetimi, nuk e merr nga selevët dhe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy shpalljet, por e merr drejt për drejt nga Allahu, që thon çfarë? Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kurrë, kurse ju do të merrni fen tuaj nga të vdekur. Kujdes, këta janë që ka për qëllim shehu, pra shejkhat e sufistave. Pra ata nuk e marrin shariatin nga i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, por e marrin nga shejkhat e tyre. Këta e përsërisin shumë herë la ilaha illallah në mëngjes dhe në mbrëmje, por shqiptimi i tyre nuk u sjell asgjë dhe nuk u sjell as pak dobi atyre. Allah na rujt, pra çfarë humbje. Wa dhalika huwa al-khusran al-mubin. Kjo është humbja dhe shkatrimi i sakt dhe i qartë, siç ka ardhur në Kur'an. Amilatun nasiba tasla naran hamia. Punuan dhe u lodhën, pra nëse vdesin me këtë akide çfarë në zjarrin që djeg fort do të përfundojnë. Si vëllezërit e tyre prej çifutëve dhe
të krishterëve. Disa prej sufive as nuk e shqiptojnë atë të plot, dhe këta sipas pretendimit të tyre janë bërë khasatul khasa, i quajnë arabët, të veçantët e të veçantëve, pretendojnë ata. Ata nuk thonë la ilaha illallah, por thonë Allah, Allah. Ky është dhikri i tyre. E përsërisin Allah, Allah, Allah. Megjithse është e domosdoshme të thuhet në një fjali të plot dhe me kuptim. Allah është emri i përveshëm i Allahut subhanahu wa taala, emri për emrin më të mëdhenj të tij. Ndërsa Allah, Allah është thjesht një emër i cili nuk sjell ndonjë dobi. Disa prej tyre nuk thonë as emrin Allahut, por thonë hu, siç i kemi dëgjuar ata që i kanë, domethënë, komshinja apo i kanë nëpër xhamiat e tyre apo në qytetet e tyre, që të bëjnë këtë lloj dhikri duke thënë hu, pra ai në vetën e tretë. Për emër thot shiku në vetën e tretë, dhe kjo nuk u sjell ndonjë dobi atyre, sepse kjo është të luash dhe të tallesh me këtë fjalë. Pra duhet të jemi të vëmendshëm ndaj këtyre çështjeve, sepse vërtet shejtani e di se kjo fjalë është fjala e Islamit, dhe kur pasaj njerëzit kanë dëshirë ta shqiptojnë, pra janë të zellshëm në shqiptimin e saj dhe ta përmendin Allahun me të, i largoi ata prej saj me këto mashtrime. Ai u solli këto cytje dhe vezvese dhe u tha: thoni Allah, Allah, ose thoni hu, pra ai. Disa prej tyre nuk e shqiptojnë as Allah dhe as hu, pra as ai, por e thonë vetëm me zemër. E gjithë kjo është lojë dhe mashtrim nga shejtani, ndaj duhet të jemi të vëmendshëm. Disa njerëz shejtani i mallkuar i shpërqendron prej shqiptimit të fjalës la ilaha illallah, kështu që ata e thonë atë rrallë dhe përmendin Allahun me të pak, dhe nuk e përsërisin këtë fjalë, ndonë se ajo është tepër e rëndë në peshore. Siç ka ardhur në Kitabut Tauhid, është një tjetër libër i Sheikhul Muhammed ibn Abdul Wahhab, se hadithi që kur Nuh a.s. ju afrua vdekja, e thriti të birin dhe i la disa porosi. Pra shive pejgamberi Allahut, si gjithë pejgamberët, në prag të vdekjes, e thret të birin edhe ja rifreskon, i la manes far tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe i thot: dije, thot, sikur ajo të vendosje, pra fjala la ilaha illallah, në njërën anë të peshores, dhe qiejt me çfarë kanë ato përveç Allahut, dhe toka me çfarë kanë ato të vendosje në anën tjetër, do të anonte dhe rëndonte peshorja nga la ilaha illallah. Ajo është më e rëndë se qiejt dhe çfarë gjenden në to përveç Allahut, dhe më e rëndë se toka dhe çfarë gjenden në të. Është një fjalë madhështore, por të pakët janë ata që i kushtojnë vëmendje. E kanë atë prezent dhe i mësojnë gjuhët e tyre, ta shqiptojnë dhe ta përsërisin, përveç atyre që Allahu i lartësuar u ka dhënë sukses. Apo në hadithin tjetër, kur i thot, sikur 7 qiej dhe 7 tokat të ishin një hallkë e fork, hallka e një zinxhiri, do t'i thyente, do t'i dukpuste ato të fjala la ilaha illallah. Pra shive çfarë force, çfarë peshe dhe çfarë mirësie ka kjo fjalë tek Allahu subhanahu wa taala. Ose hadithi i El Bitaqa, i asaj fletushkës, do të sjellë ditën e Kiametit një burr për të dhënë llogari përpara të gjitha krijesave. Dhe do t'i paraqitin atij 99 regjistra të mëdhenj dhe të rëndë, të mbushur plot me kusure dhe me gjunat e tija. Një regjistër është aq i madh sa largësia e shikimit të tij. Dhe thot ky burr, thot, u shkatrova. Pra 99 regjistra me gjunahe s'ka shpëtim për mua. Allahu thot, sot nuk do t'i bëhet padrejti askujt. Dhe u thot me lekëve, silleni, ka në i vepër të mirë ky robi, dhe sillni një fletushk. Në të është shkruar la ilaha, dhe ka thënë ky rob dikur me sinqeritet nga zemra, pra pa e kundërshtuar atë me shirk apo me kufër apo me një fakt të madh, pra pa rënë në anëlusit e saj, dhe vendoset kjo fletushk në njërën anë peshores, dhe në anën tjetër janë 99 regjistra, siç ka ardhur në hadith. Dhe thot, anon, thot, çfarë peshorja nga fletushka. Pra 99 regjistra ku i drejt një fletushke. Në të shkruar la ilaha, ka thënë ai çfarë? Me sinqeritet, me vërtetësi nga zemra e tij, dhe sigurisht nuk ka rënë në anëlusit e saj, i bën dobi pra atë ditë të vështirë. Allahu akbar. Pra ajo është fjala e devotshmërisë, ajo është lidhja më e fortë, dhe ajo është fjalë që Ibrahimi a.s. e bëri të mbetet në pasardhësit e tij, e që ata të kthehen tek ajo. Thot, këtu janë fjalë të Sheikhul Muhammed ibn Abdul Wahhab. Pra kjo fjalë la ilaha illallah është ajo që kishte për qëllim Ibrahimi a.s. në fjalën e tij, inni bari'un aw inni bara'un mimma ta'budun,
illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ku thot i lartësuari, pra si u shpreh Ibrahimi alayhis salam popullit vet, un jam i distancuar, pra i pastër dhe larg asaj që ju adhuroni, përveç atij që më krijoi, vërtet ai do të më udhëzoj. Pra ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Pra fjala unë jam i distancuar, pra larg prej tyre, prej idhëve, putave dhe gurëve dhe drurve që ju i gdhëni dhe i bëni me duart tuaja, pastaj çfarë i adhuroni, siç i tha Tjadit ti. I tha afa ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apo adhuroni ato shka vetë i gdhëni me duart tuaja dhe i punoni dhe i formzoni, Allahu ka krijuar ju dhe ato shka ju punoni. Thuhet se Azar, jati Ibrahimit alayhis salam, çfarë Azar, që ishte prej dhujtarve, ishte prej gdhëndësve dhe formdhënësve të idhëve dhe të putave, dhe u ashiste njerëzve. Dhe vetë i adhuronte ato. Pra çfarë mendje lesie, çfarë budallëku. Pra ti po gdhënd një diçka prej guri, druri apo prej një metali, edhe ti pastaj e adhuron, ky është Zoti yt, la ilaha illallah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Vërtet që nuk verbohen shikime, thot Allahu, por se verbohen zemrat që janë në krahëror. Pra fjala unë jam i distancuar larg prej tyre, pra idhëve tuaj që ju adhuroni vetë Allahut, është kuptimi i mohimit la ilaha. Ndërsa illa alladhi fatarani, përveç atij që më krijoi, është kuptimi i pohimit tek fjala illa Allah. Dhe ai Ibrahimi e bëri këtë fjalë të mbetet. Fa ja'alaha kalimatan baqiya. Ai Ibrahimi alayhis salam e bëri këtë fjalë që të mbetet, domethënë Ibrahimi alayhis salam e bëri këtë fjalë të mbetet e qëndrueshme tek pasardhësit e tij. Kështu që në mesin e tyre gjithmonë ka pasur nga ata që thon la ilaha illallah. Ata nuk e braktisën ato të gjithë, nuk bën shirk që të gjithë, por në mesin e tyre ka nga ata që e than atë për këtë fjalë dhe të qëndrueshëm u kapën fort pas saj, edhe nëse ishin të pakt ose disa individ. Dhe kur u dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai u dërgua me këtë fjalë. Ai tha: "Umirtu an uqatil", hadithi i saktë që ka ardhur në Bukhari, Muslim, në Muwatta, përse Abu Daudi, Tirmidhiu, Nesai dhe të tjerë dietar sunetit nga hadithi e Abu Hurajrës thotë: "Mua më është urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah. E kur ta thonë atë, ata e kanë të mbrojtur, pra të pasunuar prej meje, gjakun dhe pasurinë e tyre, përveç me të drejtën e saj, dhe llogaria e tyre është tek Allahu." Kështu i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam u dërgua me fjalën la ilaha illallah. E ajo është fjala që gjyshi i tij Ibrahimi alayhi salatu wasalam e bëri të mbetej tek pasardhësit e tij, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte prej tyre. Pra prej pasardhësve të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhe Allahu e dërgoi atë me këtë fjalë që ti thërriste njerëzit në të dhe ti luftonte për të. Pra ky që është shkaku, ata që e pasuan dhe thanë të fjalë dhe punuan me të, u bën pasues të tij dhe i ka përgëzuar me xhenet në hadithe të shumta dhe mutawatira, dhe ata që nuk e thanë këtë fjalë, sikur Ebu Xehli, Ebu Lehebi, Ebu Talibi e me radh, çfarë thanë? E ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ai bëri të adhuruarit një të adhuruar të vetëm, vërtet kjo është gjë e çuditshme. Pra as nuk e thanë këtë fjalë, pse? Sepse ja ditën kuptimin, ishin arab të kulluar. Pra e dinin se la ilaha illallah çfarë? Pra duhet i mohonin të gjithë zotat dhe putat e rrem që adhurojnë përveç Allahut, dhe t'ia pohonin dhe atribonin adhurimin vetëm Allahut të vetëm dhe të pa ortak. Kurse ka shumë arab sot, çuditërisht, pa llogaritur ne domethënë një arabët, që e thon këtë fjalë, por se në rast vështirësisë thon Medet o Abdul Qadir, Medet o Husein, Medet o Hasan, Medet o Zeyn, Medet o e me radhë, pra i kërkojnë ndihmë dhe shpëtim në raste vështirësie dhe kur amësur në armiku apo kur kanë pikëllime dhe brenga të vdekurve në vare. Do të thotë që çfarë këta arabët nuk e kanë kuptuar pra kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Në të ka çfarë? Mohim dhe pohim. Mohimi i të drejtës së adhurimit që kujt tjetër përveç Allahut, dhe pohimi dhe vërtetimi i kësaj të drejtë ekskluzive vetëm për Allahun subhanahu wa taala, të vetëm dhe të pa ortak. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dërgua me këtë fjalë që ti thriste njerëzit në të dhe ti luftonte për të. Ajo është një fjalë madhështore.
thot la'allahum yarji'un, thot Allah lëshuar dhe ashtu që ata të kthehen, do më thënë të kthehen tek ajo fjalë. Sepse siç ka ndodhur historikisht me njerëzimin dhe si thonë selefët at-tarikhu yu'idu nafsah, historia përsërit vetveten. Pra përse ka lindur nevoja që Allahu të dërgojë pejgamber mbas pejgamberi, pejgamber mbas pejgamberi, pse? Sepse njerëzimi çfarë ka rënë çuditërisht edhe fatkeqësisht në shirk dhe ka lindur nevoja e dërgimit të pejgamberit të radhës që t'u rifreskojë atyre këtë fjalë. Pra t'i ftoj rishtazin e këtë fjalë dhe t'i qortoj dhe t'i kërcënoj me braktisjen e kësaj fjale dhe me shirkun që ata i bënin Allahut subhanahu wa taala. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgua me këtë fjalë, me thirrjen e të, me realizimin e saj dhe me veprimin sipas saj. Madje të gjithë të dërguarit alayhimu salatu wasalam dërguan me të. Allahu lashtuar thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an na'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Vërtet ne kemi dërguar në çdo popull një të dërguar që t'i thrasi dhe të urdhërojë ata, adhuroni vetëm Allahun dhe largohuni, pra distancohuni totalisht prej tagutit. Tham, ke kuptimi i fjalës tagut, ke selefët është çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe ai është i kënaqur me adhurimin që i bëhet atij. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, adhuroni vetëm Allahun dhe largoni prej tagutit. Ky është kuptimi i mohimit dhe i pohimit. Ose në ajetin tjetër thotë i lartësuari: "O ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ne nuk kemi dërguar para teje, o Muhammed, asnjë të dërguar, verse i kemi shpallur atij se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç meje, andaj vetëm mua më adhuroni. Dhe thotë i lartësuari: "Yunazzilu al-malaikata bi ruhin min amrihi ala man yasha'u min ibadi." Ai, pra i lartësuari, zbret engjëjt me shpalljen e tij, prej urdhrit të tij mbi këtë doj nga robërit e tij, thot prej pejgamberëve dhe dërguarve, duke u thënë: "An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Pra parajmëroni se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç meje, pra keni frikë vetëm prej meje, pra jeni të devotshëm dhe të përkushtuar vetëm kashi meje. Të gjithë të dërguarit alayhimu salatu wasalam u dërguan me fjalën la ilaha illallah, por Ibrahimi alayhis salam e bëri atë një fjalë që të mbeste pasardhësit e tij deri në ditën e Kiametit. Dhe në pasardhësit e Ibrahimit alayhis salam vazhdon të ketë nga ata që e trashëgojnë këtë fjalë, që sa bukur thotë sikur, e trashëgojnë këtë fjalë në dituri, në vepra dhe në realizim. Pra kjo kërkohet nga ty, vëlla besimtar, që ta mësosh të fjalë, pra të kesh dije mbi të, punosh me të, me kërkesat e saj dhe ta realizosh atë, sigurisht edhe të ftosh pasaj në të nëse ke dituri të mjaftueshme. Edhe nëse shumica i kanë kthyer shpinën dhe janë larguar prej saj. Allah na ruajt nga humbja e tyre. Dhe nuk është qëllimi që ajo të thuhet vetëm me gjuhë, duke qenë i paditur për kuptimin e saj. Thot autori Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, qëllimi nuk është shqiptimi i fjalës la ilaha illallah vetëm me gjuhë, pa e kuptuar kuptimin e saj. Duhet të mësosh se çfarë do të thotë la ilaha illallah. Nëse e thua ndërkohë që nuk e njeh kuptimin e saj, atëherë ti nuk e beson atë për të cilën ajo orienton. Si mund të besosh diçka që nuk e njeh? Prandaj duhet të njohësh kuptimin e saj, që ta besosh, ashtu që zemra jote të besoj atë që shqipton gjuha jote. Është e nevojshme të mësosh kuptimin e la ilaha illallah, ndërsa shqiptimi i saj vetëm me gjuhë, pa e ditur dhe kuptuar kuptimin, nuk të sjell asnjë dobi. Gjithashtu nuk mjafton besimi i zemrës dhe shqiptimi me gjuhë, por duhet edhe veprimi sipas kërkesave dhe kritereve të saj. E kjo duke ja bërë të sinqert adhurimin vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe duke braktisur adhurimin e çdo kujt tjetër përveç tij. Pra, la ilaha illallah është fjalë që shqiptohet, mësohet dhe veprohet. Nuk është thjesht një fjalë që shqiptohet dhe kaq. Ndërsa murxhiat, një grup i humbur dhe i devijuar që në shekullin e parë të Islamit, ata që i përjashtuan veprat nga imani, thonë, mjafton shqiptimi i la ilaha illallah, ose mjafton shqiptimi i saj bashkë me besimin e kuptimit të saj, dhe se vepra nuk është e domosdoshme. Sipas tyre, kush e thot atë fjalë edhe nëse nuk vepron asgjë nga kërkesat dhe detyrimet e saj, është prej banorëve të xhenetit. Edhe sikur të mos falet, të mos jap zekat, të mos bëj haxh, të mos agjiroj, edhe sikur të bëj vepra të shëmtuara e gjunahe të mëdha,
imoralitet, vjedhje, të pijë alkol dhe të bëj çdo gjuna që të doj, dhe t'i lërë dhe t'i braktisë të gjitha adhurimet dhe bindjen, sepse sipas tyre kinse mjafton la ilaha illallah. Ky është mendimi i murxhiave. Pra kujdes, është një grup i humbur dhe i devijuar dhe tepër i rrezikshëm, të cilët e përjashtojnë veprën nga realiteti i imanit dhe konsiderojnë veprën, thonë, nëse vjen vepra mirë, nëse nuk vjen mjafton la ilaha illallah për ta. Ata argumentohen me hadithe që tregojnë se kush thot la ilaha illallah hyn në xhenet. Por i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam nuk u mjaftua me këto hadithe. Ai ka sjell dhe na ka përcjell hadithe të tjera që i kufizojnë, i sqarojnë dhe interpretojnë këto hadithe. Pra duhet t'i bashkosh fjalët e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam njëra me tjetrën, e jo të marrësh një pjesë dhe të lësh një pjesë tjetër, sepse fjalët e të dërguarit alayhi salatu wasalam e shpjegojnë dhe sqarojnë njëra tjetrën, ndërsa ai që merr një pjesë të tyre dhe lë pjesën tjetër, ai është nga njerëzit e devijimit dhe të shmangjes nga e vërteta, të cilët ndjekin, si thot i lartësuari, me të shabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili, siç ka thënë në Al-Imran, atë që është e paqartë, pra prej tij, duke kërkuar fitnë, trazir dhe keq interpretim të tij. Pra i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë, kush thot la ilaha illallah dhe mohon tagutin, pra atë që adhurohet përveç Allahut, pse se marrin këta hadithe, pse se bashkangjisin atyre kuptimet e tyre të mangët, të sunguar dhe të gabuar, dhe ky është hadith sahih thotë shehu. Pra u tregua të pakujdesshëm ndaj tij, gafila. Ai ka thënë gjithashtu, pra pejgamberi sallam, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allahu ja ka ndaluar zjarit atë që thot la ilaha illallah duke synuar me të fytyrën e Allahut për shpërblimin madhështor të tij. Ndërsa ai që thot la ilaha illallah por nuk mohon atë që adhurohet përveç Allahut dhe u lutet e ulijave e njerëzve punë mirë, këtij nuk i sjell dobi fjala la ilaha illallah, sepse fjalët e të dërguarit alayhi salatu wasalam e shpjegojnë njëra tjetrën dhe e kufizojnë njëra tjetrën. Prandaj mos merr një pjesë të tyre e të lësh një pjesë tjetër. Kjo është tipike e njerëzve të bidatit. Edhe nëse argumentojnë me hadithe të sakta, çfarë marrin hadithe të përgjithshme, ose marrin, siç e dëgjuam, një pjesë të haditheve, ose marrin gjysmën e hadithit dhe nuk e marrin të gjithë hadithin, dhe as fiqhun e haditheve nuk e marrin nga selefus salih. Nuk e marrin nga selefët tanë të mirë ridwanullahi alehim. Allahu lartësuar thot: huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Thot Allahu lartësuar, ai është që ta ka zbritur ty librin o Muhammed. Prej tij ka ajete të qarta që janë baza e librit dhe të tjera që janë të paqarta. Sa për ata që kanë shmangje nga e vërteta në zemrat e tyre, ata ndjekin atë që është e paqartë prej tij. Ata, thotë Shefozani, marrin atë që u përshtatet atyre dhe lën atë që nuk u përshtatet. Pra luajnë me tekstet sipas çfarë epshit dhe tekave dhe dëshirave të tyre. Allah na ruajt. Ata thonë, ne u argumentuam me Kuranin. Thua ju. Pra ai që është nxënës dije dhe që ka diturit mjaftueshme dhe është thelluar në çështjet e akidës, pra ka lexuar edhe kuptuar sakt libra dhe akidës, çfarë le të thot njerëzve të bidatit dhe të ëndjes të tekave dhe devimit, çfarë thua ju nuk keni argumentuar me Kuranin, sepse nëse Kurani ka thënë këtë, ai ka thënë dhe këtë. Pra do të njohësh të gjitha ajetet e Kuranit, siç do të njohësh të gjitha hadithet që flasin për një temë caktuar, për një meselë të caktuar. Pse merrni një pjesë të tij dhe lini pjesën tjetër? Dhe Allah lasua çfarë thot për dietarët në Kur'an, thot: "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Ndërsa të përqendruarit në dituri thon, ne i besojmë atij. Të gjitha këto ajete janë prej Zotit ton. Pra ajetet e qarta dhe ato të paqarta. Ata i kthejnë të paqartat tek të qartat. I shpjegojnë me to, i kufizojnë dhe i sqarojnë me to. Ndërsa marrja e të paqartit dhe lënia e të qartit është metoda e njerëzve të devimit e të shmangjes. Ata që marrin hadithin se kush thot la ilaha illallah hyn në xhenet dhe mjaftohen vetëm me të, pa i sjell hadithe të qarta që përmbajnë kufizime dhe sqarime. Këto janë njerëz të devimit dhe të shmangjes. Prandaj është domosdoshme, pra mbyll shehu këtë kapitull me këtë këshill për nxënësin e dijes
ta njoh këtë rregull madhështor, sepse ai është përmbledhja e fesë dhe baza e besimit. Qëllimi nuk është të marrësh një ajet ose një hadith dhe t'i lësh të tjerët, por të marrësh të gjithë Kur'anin dhe të gjithë Sunetin. Po ashtu edhe fjalët e dietarëve. Kur dietari thot një fjalë, mos e merr vetëm atë fjalë, por ktheje të fjalët e tij të plota dhe ndiqe fjalën e tij në librat e tij, sepse ato e shpjegojnë dhe sqarojnë dhe e lidhin njëra tjetrën. Ata ecin në metodën e librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të tij alayhi salatu selam. Prandaj ti ktheje të përgjithshme në fjalëve dietarëve tek e veçanta në fjalët e tyre. Pra kërkuesi i dijes duhet ta ketë gjithmonë me vete këtë rregull, pra ta mësoj këtë rregull madhështor, punoj me të dhe të ftoj në këtë rregull dhe t'i qortoj ata që i kanë kthyer shpinën këtij. Me kaq përfundon mësimin, në lutë Allahun ta bëjë ato të begat, na bëj për ato që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ata me përpikmëri. Lutë Allahun na bëj dobi me ato që dëgjuam, dhe na bëj për atyre që realizojnë ato në jetën e tyre. Allah na ruajt nga devijimi dhe nga humbja. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.